Romeo Veshaj dhe Heidi Baci, dy nga emrat më të përfolur të edicionit të tretë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por rikthehen sërish në vëmendje. Por këtë herë, jo për ndonjë projekt të ri, por për raportin e tyre personal që vijon të mbetet në syrin e publikut. Edhe pse lidhja e tyre romantike lindi brenda shtëpisë së famshme dhe vazhdoi për pak kohë dhe jashtë, dysha vendosi të ndante rrugët pak javë pas përfundimit të spektaklit, duke lënë fancat më shumë pyetje se sa përgjigje. Por së fundmi ndjekësit e çiftit kanë vënë në re disa sinjale që kanë rikthyer zërat për një bashkim të mundshëm. Romeo dhe Heidi janë parë në të njëjtin ambient publik, në koncertin e fundit të Drena Bazit, ku sipas dëshmitarëve nuk munguan vështrimet flirtuese mes tyre. Video dhe foto nga ngjarja janë shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale, duke nxitur reagime të shumta. Dhe si të mos mjaftonte kjo, një tjetër detaj ka ndezur dhe më shumë dyshimet. Romeo dhe Heidi kanë nisur sërish të ndjekin njëri tjetrin në Instagram, një veprim i vogël për disa, por mjaft i zhurmshëm për ata që ndjekin nga afër çdo lëvizje të tyre. Deri tani, asnjëri prej tyre nuk ka reaguar publikisht për këtë afrim të ri, por publiku duket i gatshëm për të parë një rikthim të mundshëm, apo të paktën për të zbuluar nëse gjithçka është thjesht një rastësi me qëllim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.